Këshilli i Bashkësisë Islame ka shtruar iftar të përbashkët me nënpunësit fetar e administrativ të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, organizim për nder të muajit të madhërisëm të Ramazanit në mjediset e restorant në Afronit, në pranin e shumë mysafirëve e ku ishte edhe kryetari i komunës së Prizrenit, Sheqer Totaj, me bashkëpunëtorët si dhe mysafir nga Myfetnia e Shkodrës e Bosnjës, rektori UPZ-s Mentor Alishani, përfaqësues të FSK-s, policisë, hoxhallar të shumt e sheheler nga Hasi e të tjerë. Fillimisht pranishmit i ka përshëndetur kryetari i Bashkësisë Islame në Prizren, Valon Efendi Ibrahimi, i cili me këtë rast tha se ky muaj është një muaj me madhërim nga Zoti dhe uroi një iftar të këndshëm. Lejoni t'ju dëshiroj mirëseardhje në iftarin ton tashmë tradicional të Bashkësisë Islame të Prizrenit, duke ju dëshiruar që të kaloni qaste të këndshme në këtë iftar të përbashkët. Agjërimi, besimtarët i ngrit në shkallë të lartë të devotshmërisë, duke i udhëzuar në vepra të mira, solidaritet ndaj njerëzve, respekt ndaj njëri tjetrit, duke e forcuar bindjen se vlera e njeriut si krijesë është e njëjtë pavarësisht pozitën, ngjyrën dhe vendin që e ka. Muaji i Ramazanit është muaji i sakrificës, dashurisë, adhurimit, përafrimit me njëri tjetrin. Andaj edhe kjo natë sonte simbolizon unitetin ton të përbashkët. Le të mbetet ky muaj një mundësi e mirë dhe lidhshmëri e fortë me Zotin dhe gjithashtu solidarizim me njëri tjetër. Më lejoni t'ju përshëndes në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, në emër të bashkëpunëtorëve, në emër të hoxhallarëve, efendilerëve, duke ju dëshiruar të kaloni momente të gëzueshme në këtë iftar. Zoti na i pranoft agjërimet, Zoti na i pranoft adhurimet tona, Zoti na i bëft kabull edhe adhurimin e ditës së sotit dhe agjërimin, dhe shpresoj të keni kaluar një mbrëmje të mirë sonte të gjithë së bashku me ne. Të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i komunës Sheqer Totaj, i cili përshëndeti të pranishmit nga Shqipëria e nga Bosnja. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, i cili kërkon sakrificë e tolerancë dhe këtë muaj ta kalojmë para se gjithashtu të themi se na duhet tolerancë e mirëkuptim. Kemi sot shumë mysafir këtu, edhe duhet i përshëndes të gjithë veçanërisht, edhe të gjithë së bashku, pas kemi mysafir nga Shqipëria, pashtu nga rësimi para veç të bashkë kemi mysafirë dhe nga Bosna, edhe të gjithë i dëshirojmë mirëseardhje, edhe ju urojmë që të kalojmë sa më mirë sonte. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, edhe është një muaj i cili nga ne kërkon humanizëm, kërkon sakrificë, kërkon tolerancë, mirëkuptim, solidaritet. Prandaj në këtë frymë, uroj që të gjithë ne të kalojmë këtë muaj, të tregojmë se para sa të jemi, kushdo që jemi njerëz, na duhet humanizmi, na duhet mirëkuptimi, na duhet toleranca dhe na duhet sakrifica. Të gjithë ata që agjerojnë, Zoti u pranoft agjerimin, përveç nga aspekti i besimit, agjerimi është treguar i dobishëm nga aspekti shkencor. Kështu që rekomandohet për të gjithë ata. I falenderoj organizatorët që na kanë mësuar që sot të jemi së bashku këtu. Ju pasdo mirë ushqimin, Zoti u pranoft agjerimin edhe të vazhdojmë edhe pjesën e mbetur të Ramazanit në këtë frymë të solidaritetit, të tolerancës dhe të mirëkuptimit. Ju falenderoj për vëmendjen. Përfaqësuesi i Myftenisë së Shkodrës, duke përshëndetur të pranishmit të këtij iftari, keni përshëndetje nga Myftenia e Shkodrës dhe gjithandej Shqipërisë. Nuk na ndan as kufiri as largësia. Ne i bashkojmë zemrat, Prizreni dhe Shkodra janë të së njëjtës rrënje. Sigurisht përshëndetja vjen nga Myftenia e Shkodrës, por edhe nga Myftiu i Bukës, Zoti Kupani, dhe nga gjithë mysafirët që kemi ardhur sonte të ndajmë këtë iftar dhe këtë bukën dhe krypën si që është shprehja shqiptare, dhe për këtë ju falenderoj përsërisht për mikpritjen dhe bashkohen për hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk i ndan as kufiri, në thonjza dhe as lagësia. Siç është një shprehje e urtë që thohet, u i ndan brigjet, por zemrat i bashkon besimi ose imani.
dhe pikërisht Shkodra dhe Prizren. Po them Shkodra, them gjithë veriu i Shqipërisë, janë dy brigjet të së njëjtës histori, të së njëjtës traditë dhe kulturë, por edhe të së njëjtës amanet të besimit. Dhe pikërisht ky iftar është shprehje e këtij bashkimi ose kësaj ure hillse për të forcuar këto dy brigje fisnike që janë Shkodra dhe Prizren. Iftari ishte një takim i përbashkët dhe kaloi në një frymë shumë bujare e mikpritëse. Liri, me ju në çdo iftar.